Mbrëm në Gostivarnën patronazhin e kreut të Partisë Demokratike Shqiptare, zotëri Mendu Thaçit, ushtrua një koktej festiv me rastin e ditës së flamurit 28 nëntorit. Në këtë akt solemn të PDSH-s të pranishëm ishin kryesia e partisë, deputetët, antarë dhe simpatizantë të PDSH-s, si dhe mysafirë të tjerë. Me këtë rast, kreu i PDSH-s Mendu Thaçi tha se 28 nëntori ka qenë dhe mbetet simboli i krenarisë, qëndresës dhe vendosmërisë së popullit shqiptar, duke përkujtuar me respekt të gjithë ata që me sakrificën dhe flimin e tyre bartën të ne idejnë për të qenë të lirë. Festat e shqiptarëve shpeshherë nuk bëhen ashtu si duhet. Ju e dini qëndrimin tonë, të partisë tonë, me rastin e 100 vjetorit pavarësisë Shqipërisë, unë e bënëm me një qëndrim ndryshe për të tjerëve. Thamë shqiptarët e Maqedonisë nuk kanë arsye që ta festojnë 100 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë, sa e 100 vjetor, falë Zotit dhe patriotëve, është i pazanësueshëm për shqiptarët që jetojnë në Shqipëri. Po për shqiptarët e Maqedonisë, dhe ata që ngjelën në Jugosllavi, u bë 100 vjetori i Gollgotave, vujtjeve, mjerimit, poshtërsimit, vrasjeve e kështu me radhë. Ne do të vazhdojmë ta festojmë ditën e flamurit, dhe do të vazhdojmë të përkujtojmë të gjithë që mendojnë se duhet ta festojmë dhe pavarësinë e Shqipërisë, fatmirësisht tashmë Kosova jo, dhe shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë vazhdojnë të gjenden në një situatë të robnisë. Mendoj se edhe vështërsitë që i ka Partia Demokratike Shqiptare para vetes, falni kanë të bëjnë mu me këtë mentalitet, mu me këtë mos pasjet vetdijes se drejtat realizohen atëherë kur realizohen për krejt kombin. Kjo ditë edhe njëherë na mëson se si duhet sakrifikuar dhe luftuar për të drejtat tona. Është edhe një amanet ndër breza nga ku ne marrim forcë dhe kurajo për të vazhduar këtë rrugë sa të vështirë, aq edhe të shenjtë. Uroj që të gjithë së bashku të vazhdojmë në këtë rrugtim drejt realizimit të aspiratave tona të përbashkëta, theksoi Thaçi me këtë rast.